A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Miqtë e kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në emisionin ton tashmë dhe sot do të zhvillojmë bashkarisht disa ushtrime për sa i përket tenvinit të cilën ne e morëm në mësimin e kaluar. Do t'i kujtohet fare mirë që në mësimin e kaluar bëm një krahasim për sa i përket leximit të fethas, të zanores fetha të zgjatur nëpërmjet elifit dhe kemi marrë tenvinin e cila vendose gjithmonë në fund të fjalës. Dhe duke mos harruar se kur tenvini vinte sipër shkronjave të trasha, ajo kthehej në an. Pra nga kthehej në an. Konkretisht do t'i shohim një nga një nëpërmjet shembujve që ne kemi përzgjedhur. Shikojmë tek shembulli i parë. Marahan. Pra, këtu kemi tenvini në fund, mirë po ka ardhur pas një shkronje që ajo në fakt është ha, është vetë e tillë që lexohet me a, dhe ne nuk e lexojmë han, marahan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Sawa'an. Siç e shihni, unë këtu këtë zanore fetha të dytën e zgjata dhe e ktheva në a, sepse ka ardhur elifi si shkronjë e medit e pashënjuar dhe lexova sawa'an. Të dashur ndjekës të kanalit ton, do t'ju kujtohet që thame, jo domosdoshmërisht gjithmonë, pra tenvini shoqërohet në fund të fjalës me elif të pashënjuar. Pra në shembullin që ju e shihni, nuk ka ardhur elif. Pra është thjesht hemze dhe tenvini dhe e lexojmë sawa'an. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Khata'an. Pra ka ardhur elifi dhe sipër elifit ka ardhur tenvini dhe e lexojmë khata'an. Vazhdojmë. Hadha la balagan. Nëse do të shikoni me kujdes, do të vëreni se kemi shumë zgjatëse këtu. Kemi zgjatësen, pra vijën tërheqëse që lexohet ha. Kemi zgjatësen e dytë nëpërmjet elifit. Hadha, pra 2 herë zgjatë. Hadha la bala. Edhe këtu te lami kemi elifin si shkronjën të medit që zgjat 2 kohë dhe ghan në fund. Hadha la balagan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Mataran. Pra e lexova an sepse ka ardhur reja si shkronjë e trash. Zabadan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Harasan. Pra nuk e zgjasim. Qasasan. E lexova an dhe jo sepse ka ardhur si për shkronjës së trash. Qasasan. Ndërkohë vazhdojmë me shembujt e tjerë. Malan. Mos u ngatroni me elifin që ka ardhur sepse nuk është shkronjë e medit në atë rast. Harajan.
Vazhdojmë me shembullin tjetër. Mafazan, mafazan, mafazan. Pra nuk e zgjasim në fund tenvinin. E lexojmë shkurt. Janafan, janafan, janafan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Ghadaqan, ghadaqan. Vazhdojmë. Darakan, darakan. Kujdes, tu ka ardhur elifi, por nuk është shkronjë e medit, sepse ka ardhur shoqëruar me tenvini en. Në rregull dhe nuk e zgjasim. Darakan, darakan. Vazhdojmë. Sakanan, sakanan, sakanan. Mos u ngatroni sepse kjo pika këtu në fakt duhet të ishte këtu, por edhe nëse hapi më shumë do kuptojmë më qartë. Sakanan, sakanan. Shkronja e fundit është nun, pra me tenvinin en dhe lexohet sakanan, sakanan. Por të vazhduar me shembullin tjetër. Safahan, safahan, safahan. Vazhdojmë me një shembull tjetër, tek e cila ne duhet të ndalemi në fakt. Do ju kujtohet, miqtë e kanalit tonë, se kemi thënë nëse wavi vjen e pashënjuar dhe para saj vjen viza tërheqëse sipër, atëherë ajo tregon se zgjat. Pra zanoren që është para. Dhe si e lexojmë? Zakatan, zakatan. Pra wavin nuk e lexojmë fare në këtë rast, sepse konsiderohet si zgjatëse e vizës tërheqëse. Zakatan, zakatan. Dhe mos harroni se kemi thënë se t-ja pra shkruhej në dy forma. Në atë që ne kemi thënë në formën e varkës me 2 pika sipër, dhe t-ja marbuta që është t rumbullak me 2 pika sipër, siç e shihni edhe ju tek shembulli konkret. Zakatan, zakatan. Dhe ashtu siç e përmenda edhe pak më herët, jo domosdoshmërisht vjen elifi së bashku me tenvinin en. Pra në rastin konkret këtu nuk ka elif, por lexohet tenvini ashtu siç është. Zakatan, zakatan. Vazhdojmë. Waqaran, waqaran. Këtu zgjatet sepse ka ardhur elifi si shkronjë e medit, sepse është e pashënjuar dhe para saj ka fetha. Pra waqaran, waqaran. E lexova ran sepse r-ja është një prej shkronjave të trasha, kemi thënë, jo gjithmonë. Vazhdojmë. Dalalan, dalalan. Siç e dëgjoni, unë këtu po e lexoj dalalan. Dala. Pse lexova le dhe jo le? Sepse këtu kemi një shenjë që quhet viza tërheqëse dhe e kthen e në a dhe e zgjat. Por në fakt ne jemi mësuar në shembujt e mëparshme, në mësimet e kaluar, që viza tërheqëse vijnë të shoqëruar me j-n ose edhe me wavin. Me wavin. Mirë po këtu në rastin konkret nuk kemi as j, as wav. Kemi vetëm shenjën tërheqëse poshtë. Por kjo është e mjaftueshme për ta kuptuar se shkronja në cilën ndodhet kjo shenjë e lexohet pra me a, por jo vetëm, dhe e zgjat 2 kohë. Atëherë lexojmë dalalan, dalalan. Por të vazhduar me shembullin tjetër. Ma'ashan, ma'ashan, ma'ashan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Shatatan, shatatan. Pra këtu shohim se kanë ardhur 2 pra herë shkronja pa, që është një prej shkronjave të trasha.
dhe ne e lexuam me a. Edhe pse si për ka fetha e, edhe pse ka ardhur tenvini en, nuk e lexuam as me e, as me en, po me a dhe an. Shatatan, shatatan. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Tabaqan, tabaqan. Vazhdojmë. Wa hananan, wa hananan, wa hananan. Pra këtu e zgjasim sepse ka ardhur elifi si shkruajnë e medit dhe lexojmë wa hananan, wa hananan. Dhe shembulli i fundit që ne kemi përzgjedhur është kana aradan, kana aradan, kana aradan. Pra e lexuam me an, tenvinin en, sepse është mbi shkronjën e trash apo shkronjën e rënd. Këto ishin, të dashur ndjekës të kanalit ton, disa prej shembujve që ne kemi përzgjedhur, por ju mund të shikoni në Kur'an shembuj të ngjashëm. Pra shikoni se cilat fjalë në Kur'an kanë këtë shenjën që ne mësuam tashmë, e cila quhet tenvin, tenvin, dhe lexohet en. Lexohet en kur ajo ndodhet tek shkronjat e holla dhe lexohet an kur ajo ndodhet mbi shkronja të trasha. Shikoni në Kur'an dhe pse jo mund t'i shkruani në fletorën tuaj të shënimeve. Lexoni ato, mos harroni që duhet lexuar patjetër edhe këto shembujt dhe të bëni krahasime se si e lexoni ju dhe si e kemi lexuar ne. Ne do t'ju lëm inshallah taala në takimin e ardhshëm për të vazhduar me mësimin e radhës deri atëherë që ndrojmë në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.